Përveç kësaj, unë kam pas interpretuar në atë mënyrë që Kuvendi i Kosovës do duhet të themeloj kur të nisë pra verifikimi i mandateve, dhe në seancën e parë ka qenë neni 7 dhe 12 i rregullorës të Kuvendit, ku thuhet që për 40 tetor ose çdo 40 tetor mund të mbahen mbledhje Kuvend, por unë e kam interpretuar dhe interpretoj në mënyrë ekstenzive, ashtu pra siç edhe ju e thatë që nuk ka një paqartësi e herave se sa herë mund ta aprovoni, nënkupton edhe papërgjegjshmëri, pra ju dilni jashtë mandatit deputetit, kur shkoni çdo 40 tetor dhe dështoni. Prandaj unë mendoj që më duket se Aleanca për Albaninë e Kosovës e ka dërguar kushtetuese këtë, por koka pra e krisur Albin Kurtit ka gjetur një pengesë tjetër duke propozuar një komision për votim të fshehtë. Dhe një komision për votim të fshehtë në këtë rast është edhe nuk është kushtetues, edhe nuk është i domosdoshëm, sepse duhet të kemi dy apo më shumë kandidat për të bërë një votim të fshehtë. Prandaj nuk ka nevojë as logjikë juridike dhe nuk është domosdoshmëri që votimi të jetë i fshehtë për një kandidat. Meqense gjykimi i gjykatës kushtetuese i atij viti që ka pas interpretuar i ka lënë ekskluzivitet partisë fituese që ta propozoj kryetarin e Kuvendit të Kosovës, por nuk e ka detyrim ta propozojë nga partia vet. Do ta bëjë një marrëveshje paraprake politike, ta zojmë me një parti tjetër parlamentare dhe ta propozojë një kandidat konsensual dhe të dalëm prej blokadës politike.